Fjallë kalimin? Po që ujku marë borë. Të gjithë jemi të mërzitur nga humbja e shokut ton, ujku të madh të keq. Ai ishte një antar i guximshëm i grupit. Po pse ujku i madh dhe i keq? Pse? Ai ishte një ujk i vetmuar, nuk punonte me të tjerë. Ai nuk punonte në skuadër. Qetësi! Dakord? Ndoshta nuk ishte një lojtar skuadre, por ishte i guximshëm si asnjë tjetër. Po ta kisha gjatë operacionit kësurkuqe e vogël, ai shejtani i vogël nuk do ta kishte kaluar aq thjesht me një çet të mëdhenj që ke. E po ndoshta duhet kishe dërguar ujk shkurtrin e zgjuar, ose ujk shtatlartin micor, ose ujkun shitës vajrash, ose ujkun kërcimtar trashaluq, ose ujkun shumë i trash për të trembur shoku. Mos haro ujkun e komedisë muzikore, deri vogël. Përse duhet të kalojmë gjithë këto gjëra duke shkatëruar shtëpi dhe duke ngrënë dërkuca? Përse ne nuk duhet të kemi dashuri midis njëri tjetrit?